Nga hëna në të premte, në orën 10, në Radio Tirana 1. Në radio, më e mirë çdo ditë. Vjojmë qëtimin në transmitimin e drejt për drejt programit në radio të dashurmiq, ndërsa do të flasim në këtë çast për situatën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë ditëve të fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një pjesë e mirë e vendeve, është përballur me një situatë mjaft kritike për shkak të stuhive të borës dhe temperaturave të cilat në disa shtete kanë shkuar deri në -46 gradë. Kjo stuhi ka përfshirë një territor gjigant nga Teksasi deri në bregun lindor, duke prekur mbi 200 milion banor. Ne do të shkojmë në një komunikim me një shqiptar i cili jeton në Dallas, në Teksas, prej 26 vitesh. Ai është sipërmarrësi Aris Sufaj. Përshëndetje zoti Sufaj, mirë se vini në programin në radio. Faleminderit shumë për ftesën Radio Tirana. Ju përshëndesim nga qyteti i Dallasit në Teksas. Zoti Sufaj, si është situata në vendin ku ju jetoni, në Dallas, në Teksas të Shteteve të Bashkuara? Këto ditë në Dallas dhe shumicën e Teksasit verior dhe shteteve veriore të Teksasit kishim një stuhi me ngrica të paktën këtu në Dallas deri në -16 gradë, që ne këtu në Dallas nuk jemi të mësuar zakonisht me një kohë kaq të ftohtë, por ndodh këtu, nuk është hera e parë. Por fatmirësisht kësaj radhe, se herën e mram që kishim një temperaturë të tillë, nuk kishim rrymë, sepse kishte në zonë Teksasin të papërgatitur. Kësaj radhe të paktën kemi rrymë, rrugët janë mëse të kalueshme, shumica e shkollave dhe bizneseve janë mbyllura, kanë qenë mbyllura për vikend. Disa probleme se përballemi për momentin, rrugët nuk janë shumë të kalueshme. Institucionet thojnë që të rrinin shpejt derisa të rregullohen rrugë nëse nuk keni nevojë për me dalë, nëse keni mundësi për me punu prej shtëpie, punoni prej shtëpie. Shkollat janë mbyll. Ne që kemi si komunitet shqiptar këtu kemi shumë restorante të ndryshme. Shumica prej tyre janë mbyllur, disa janë hapur. Ato gjana që ne jemi ballavaçuar që si ti u thëshim bizneset, si ti mbyllim, si ti lajmërojmë punëtorët e tjera. Zoti Sufaj, kemi parë në internet disa video të cilat kanë qarkulluar ku shohim supermarkete të zbrazura. Nuk e di nëse është vërtet ky realiteti, nëse ju jeni përballur me një situatë të tillë. Mediat me ditë para që të ndodh kjo stuhi, e bën një paralajmërim që do të ketë një kohë jo të mirë në shumë shtete, dhe kjo krijoi një farë paniku, ashtu të them që shumë njerëz shkojnë për supermarkete dhe blejnë shumë gjana elementare ushqimore. Dhe në disa markete që më ka ndodhur dhe mu kur shkova dhe i shikova disa nga to pak si të zbrazta për disa artikuj. Dhe më njëherë na krijoi ndjenjen që kishim gjatë Covidit. Por faleminderit prej Zotit, ne në rrethinën tonë, qytetin tonë, ato paralajmërime që i bën mediat nuk ishin ashtu sikur ne parashikonim. Po, ishin temperaturat minus, që zakonisht në rrethinën tonë nuk i shohim ato temperatura, por nuk ishte aq shumë borë dhe aq shumë ngrica sikur ne kishim frikë. Por për momentin shkollat hala janë mbyll, shumica bizneseve akoma janë mbyll. Si komunitet të shqiptar, shumica e restorantave kanë qenë mbyllur, disa nga to kanë qenë hapur, sepse ne këtu në Dallas kemi dikon 500-600 restorantat shqiptarve.
Texasi është përballur me një situatë të tillë me temperatura të ulta që kanë shkuar në -20 apo 25 gradë Celsius dhe ajo çfarë është raportuar në media në Shqipëri, por besoj edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është pikërisht gjesti human që ju keni bërë pikërisht me sipërmarrjen tuaj. Ju keni një biznes atje dhe për të gjithë qytetarët të prekur nga stuhia, nëse s'gaboj ka qenë viti 2021 dhe ju keni dhuruar, ju keni dhënë ushqim falas edhe në mungesë të energjisë elektrike dhe në mes të gjithë asaj vështirësie. Si e kujtoni atë moment? Po, kishim një kohë ngjajshme para 4 viteve. Para 4 viteve Texasi dhe qyteti jonë Dallasi kishte temperatura deri në -27 mos gabofsha. Në atë kohë problemi kryesor përveç temperaturave të ulta ishte sepse nuk kishim rrymë. Dhe këtu totalisht e nxuni qytetin dhe të shtetin të pa përgatitur. Bile më kujtohet në atë kohë një nga restoranet tona që kemi afër shtëpisë këtu e hapëm pa rrymë, po kishim gaz. Dhe në atë kohë vendosëm bashkë me blinerin me gruan që dhe me stafin fenomenal që kemi t'japim ushqime falas. Edhe ishte një eksperiencë që shpresoj mos ta përsëritim më, po që me plot dëshire kemi bo. Sepse ky komunitet, ky van, këta njerëz na kanë përkrahur gjithmonë, edhe për neve tani është si shtëpi e dytë. Janë bo 26 vite që jetojmë këtu tani, po shpresojmë që kësaj radhe që shpërshihet që mos ta përjetojmë atë ndjenjë, ato temperatura dhe të kemi rrymë, sepse pa pas rrymë këtu është s'jemi të mësuar. Zoti Sufaj, shumë faleminderit për këtë intervistë dhe për gjithë informacionin që na sollët nga Texasi, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe një herë ju falenderojmë shumë për ftesën, ju përshëndesim shumë nga Dallasi, shteti i Texasit, Shqipërinë, Kosovën dhe gjitha trojet shqiptare. Ne gjithmonë i kemi në zemër dhe shpresojmë shihemi së shpejti. Mirupafshim. Faleminderit shumë. Ju uroj shëndet, qëndroni të sigurt dhe uroj që të dëgjohemi sa më shpejt dhe kur të vini në Tiranë ju mirëpres. Miru dëgjofshim. Nga e hëna në të premte, në orën 10, në Radio Tirana 1. Në radio, më e mirë çdo ditë.